Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë referuar në prokurorikun nisi procedimin e gjendë të lidhur për shtetasin LP banues në fshatin Mab, pasi mbante pale në banesë sasi fishekësh luftarak që u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Specialist qarkullimit rrugor referuar në prokurorikun nisi procedimin e gjendë të lidhur për shtetasin në LP 64 vjeç, pasi në aks rrugor Lezhë Shkodër me automjetin që drejtonte, ka përplasur motomjetin që drejtonte shtetasi IB 42 vjeç, si pasojë dëmtuar drejtuesi motomjetit dhe pasagerët e motomjetit, të cilët janë në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin referuar në prokurori me qëllim vlerësimin juridik të rastit të shtetasit SV 61 vjeç banues Mamurras, i cili dyshohet se ka vënë në mënyrë të padrejtë një gardh në rrugën për në banesë një shtetasi tjetër. Ndërkohë me datë 8 prill, shtetasi VD 50 vjeç banues në fshatin Ishulli Lezhë kallzoi se ishte goditur me sende të forta nga shtetas të panjohur prej tij në ambient të jashtëm të një lokali. Pasi ka marrë asistencën mjekësore të nevojshme, 50 vjeçari ishte reaguar në banesë. Grupet e monitorimit e prokurorisë po punon për përcaktimin e autorësisë dhe rrethanat e rastit njofton policia, material poshteriore ju referuan prokurorisë së Lezhës për veprimet e mëtejshme.